Afro 60 shtëpi në fshatin Kasape dhe Kuç në njësinë administrative të Gurit të Zi u përmbytën gjatë mbrëmjes së të hënës. Niveli i ujit ka arritur në afro 1 metër dhe kjo ka alarmuar 400 banorët e lagjes. Dëme të shumta u janë shkaktuar në rezervat ushqimore të baktive dhe e pajisje elektroshtëpiake, ndërsa thonë se kabllot u rrezikojnë jetën. Me blekterit tëna ne ka myt grashi, lopë, thije, pula, çka kena pas më shpyri. Sa është niveli ujit në shtëpia? Niveli rreth 8 cm ujë. Unë kam 5 kren lopë aty, që minutit rrim nga dishmeritje me dal, me ik, me frikë. Kam edhe 50 kintal bazë ushqimore. Të gjitha baza ushqimore, gjithçka është në ujë. Presim nga qasti në qast për me hy ujtë majnë. Unë e kam zoklin e qume 1 metër i gjënsnelt dhe po shifni vetë sa është afru për me hy majnë. Me thonë drejtën ne kërkojmë ndihmë nga shteti. Përveç prurjeve të lumit të Kirit, kjo zonë përmbytet dhe nga ujërat e kolektorit që burojnë nga përrinjtë e Gurit të Zi për të shkarkuar në Drin. Kolektori u pastrua në verë pjesërisht deri në Vukatan, por puna është lënë për gjysmë nga Bashkia e Shkodrës. Megjithëse u deklarua me bujë se kjo zonë nuk do rrezikonte nga përmbytjet, gjendja e krijuar tregon të kundërtën. Si rezultat i ngritjes së nivelit të Drinit në lagjen Ajasëm, ka pasur prezencë të lartë uji, bllokim banesash dhe familjarë të evakuar. Në zonën e Nën Shkodrës paraqitet kjo situatë. Në Dajç janë në ujë 100 hektar tokë bujqësore. Në Postrib ka probleme në fshatrat Boks dhe Dragoç. Mbi 10 shtëpi ka dëmtuar era. Në Bërdic, 110 hektar tokë në ujë dhe prezencë ujë në 15 shtëpi. Edhe në bashkinë e Vau të Dejes ka patur probleme, ku në fshatin Hajmel janë 100 hektar tokë në ujë, një rrugë e bllokuar që ka izoluar 79 familje. Fshati Nën Shat, 150 hektar në ujë, një rrugë e prishur nga proji, 20 familje të bllokuara. Probleme me qarkullimin në rrugët dytësore ka pasur edhe në qarkun e Kuksit.